Miq të dashur të Prives, erdhëm kështu edhe tek pjesa e fundit të këtij edicioni, ku zëm vend të pathona të kësaj jave. Çfarë ka të re të artistët tanë dhe kush çfarë do sjell, i kuptojmë bashkë në fund fare. Angazhimi i Shqipërisë drejt kampionatit evropian Francë 2016 bëri që shumë artistë shqiptar të shkruajnë vargje për Kuqezenjet dhe kombin në përgjithësi. E një ndërtoi ishte edhe Arta Bajrami në bashkëpunim me Goldi G dhe Don Arbas. Shqipëri o nëna ime, nuk do të mbetet kënga e fundit për këtë vit nga Arta, pasi ajo po bëhet gati për një balade e cila rrjedh nga albumi i saj i fundit, Victory. Ky projekt muzikor do të pajiset edhe me videoklip i cili veç është në proces të punës. Kënga do të jetë gati për lansim pas pak javësh. Reperi nga Prishtina Getinjo ditë më parë ka lansuar këngën e tij më të re të titulluar Lavire. Në këtë projekt ai vjen më ndryshe se zakonisht, duke u nisur nga vetë titulli i këngës e gjithashtu edhe nga videospoti. Klipi i kësaj këngë u xhiruar nga Video XL Films, derisa kënga është komponuar nga producentët Zep and Chris e me tekstin është marrë vetë Getinjo. Se sa do të pëlqejë dhe si do të pritet ky produkt, mbetet të shihet në ditët e ardhshme. Një projekt të ri, por në fushën e muzikës e ka gati edhe Visar Peja. Më mungon titullohet balada e tij më e re, e cila nuk ka të bëjë me populloren. Me tekst nga Ramazan Çeka, muzikë dhe orkestrim nga Florent Boshnjaku, baladës Më mungon i është realizuar edhe videoklipi nga Alpha Pictures në Prishtinë. Më mungon nga Visar Peja mund ta ndiqni çë nga tani në kanalin YouTube. Ernest Meolli, regjisori i njohur shqiptar i cili realizoi filmin e suksesshëm Gone Back, është duke punuar në filmin e tij të ri, në metrazhin e gjatë, i cili po realizohet në Amsterdam. Por krahas angazhimeve me filmin, ai ka gjetë kohë të rikthehet edhe artit të cilin e ka lënë anash me vite. Momentalisht është i angazhuar me një seri pikturash me madhësi për mbi 2 metra për disa ekspozita të ardhshme në Amsterdam, Gjermani dhe Zvicër. 2 portrete u pranuan nga ai javën e kaluar në Zvicër, piktura e kompozitorit të njohur zvicran Matteo Taheri dhe miku të tij me famë botërore DJ Antoine. Së shpejti ai do të vijë edhe në Kosovë ku do të hap ekspozitën e tij të parë tek ne. Filmi i metrazhit të gjatë Rooftop Sonata me skenar dhe regji nga Edon Rizvanolli dhe producentët Meriton Ahmeti, Anne Mick, Van Gorp dhe René Rossens ka filluar xhirimet në Amsterdam të Holandës. Xhirimet e këtij filmi do të vazhdojnë edhe në Kosovë, përkatësisht në Prishtinë. Rolet kryesore në këtë film janë besuar aktorës Adriana Matoshi, e cila e luan Zanën, dhe Jason Deruder, që luan Albanin. Ky film është i zhanri dramë sociale, i cili shtjellon vështirësitë e jetesës për gjeneratën e parë të emigrantëve në Perëndim, gjithashtu edhe pasojat e dhunimit të grave gjatë luftës, si dhe çasti ndaj këtyre dhunimeve nga ana e shoqërisë kosovare. Rooftop Sonata është bashkëpunim në mes të Kosovës dhe Holandës, i mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Filmi do të jetë i gatshëm për shfaqje në pranverë të vitit 2016. Kemi javës që vjen në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë, e deri atëherë ju keni portalin për të gjitha më të rejat e showbizit shqiptar prive.al, e po ashtu edhe videot e emisionit Prive në kanalin tonë zyrtar në YouTube Prive Klan Kosova. Falenderimi posaçëm shkon për sponsorët tanë Vala Fordi dhe Golden Eagle, e deri të shtunën tjetër, një vikend të këndshëm.